Prej nisjes së këtij viti dhe deri më tani numri i vizitave në Muzeun Historik të qytetit është rritur ndjeshëm. Skënder Spahiu, drejtori i Muzeve të Bashkisë së Vlorë, thotë se nga statistikat të cilat mbajnë shënim çdo muaj deri në pa, se ka një rritje me 12% të vizitorëve në muzeume. Spahiu thotë se në këtë shifër përfshihen si vizitorët vendas, ashtu dhe ata të huaj. Ne mbajmë statistika çdo muaj. Ne deklarojmë statistikat e vizitorëve çdo muaj në Drejtorinë e Turizmit pranë Bashkisë së Vlorës. Ne raportojmë të statistika dhe ne i mbajmë shënim të gjitha vizitat ditore dhe në cilën kemi një ndarje të cilën e bëjmë edhe vetë, vizitorë vendas dhe të huaj, apo ato elemente të cilët neve kemi edhe siç është dela e fundit të çdo muaji që vizitat janë falas, apo siç ishte data 18 maj, dita e muzeumeve, vizitat ishin falas, dhe duke parë statistikat e vitit të mëparshëm, me statistikat e këtij viti, ose muajt maj të vitit kaluar dhe muajt maj të këtij viti, neve deri më sot, që është data e muzeumeve dhe java e muzeumeve, kemi një rritje 10 deri në 12% të vizitorëve që kanë vizituar muzet e Bashkisë së Vlorës. Spahiu tregon se në muze ka me qindra vizitorë të huaj nga Portugalia, Gjermania, Franca, por dhe Europa lindore dhe vendet nordike. Sipas Spahiut, nuk mungojnë turistët nga Indokina, Afrika dhe Amerika e Largët, të cilët gjejnë në muze artefakte të historisë së vendit tonë. Në këtë kategori, përqindja më të madhe e zënë të huajt. Kemi vizitorë nga Amerika Latine, kemi vizitorë nga Portugalia, kemi vizitorë nga Gjermania, vizitorë të shumtë, kemi vizitorë të shumë francezë, pa përjashtuar vendet nordike apo vendet e Evropës lindore, cilët janë pjesë e vizitave në muzeet e qytetit të Vlorës, por dhe atraksionit. Kemi patur nga Indokina vizitorë, kemi patur vizitorë nga Afrika, të cilët shikojnë ato elemente historisë, ato elemente arkeologjisë që gjenden në muzeet e qytetit të Vlorës dhe Bashkisë së Vlorës. Sipas drejtorit të Muzeut Historik dhe atij etnografik, në numrin e vizitorëve mbizotrojnë shqiptarët e trevave, të cilët e kanë kthyer Vlorën në epiqendrën e vizitave të tyre. Shqiptarët e trevave, sipas Spahiut, takojnë në qytetin e pavarësisë historinë kombëtare dhe lidhjen patriotike mes dy kombeve. Patjetër. Shqiptarët e trevave shqiptare, neve jemi në të paktën vende në botë që rrethohemi nga popullsi shqiptare, jashtë kufive tanë politik, të cilët e kanë Vlorën si një pjesë të atraksionit të tyre. Vlorën e pavarësisë apo ato elementë që ruhen dhe ekspozohen në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë, i cili është një vend, një pikë lidhjeje e organizimit dhe krijimit të shtetit të parë shqiptar dhe vazhdimësia e historisë, arkeologjisë, në Muzeun Historik dhe Arkeologjik ku ne jemi, por dhe etnokulturës, Muzeut Etnografik i qytetit të Vlorës. Spahiu flet dhe për sezonin veror, ku thotë se pritshmëritë sa i përket numrit të vizitave janë të larta. Pritshmëritë janë të mëdha, por këtë kemi si një moment zhvillimi të ekspozimit të objekteve që ruhen në Muzeun Arkeologjik dhe Historik të Vlorës dhe shikojmë një trend në rritje, duke parë muajt e kaluar prillin, majin, ne pritshmëritë kemi të mëdha. Dhe e shikojmë të një verë, një stin vere, të cilën do kemi një rritje të vizitorëve, por edhe njëkohësisht kjo edhe në sajtë ndryshimit të fashës orare që ne kemi, muzeet janë hapur në orët e pasdites, mes orës 17 deri në orën 19 më mbrapa, por njëkohësisht duke prezantuar dhe objekte të reja që ruhen në fondin muzeor dhe gjetje të reja që janë bërë në Amant, Janorika apo në rrethinat e qytetërimeve që rrethojnë qytetin e Vlorës. Jo vetëm në Muzeun Historik, por dhe në atë kombëtar të pavarësisë, numri i vizitorëve është 10 deri në 15% më i lartë se një vit më parë.